A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Të dashur ndjekës të kanalit ton, jemi ritakuar sërish së bashku në mësimin e radhës, por përpara se të kalojmë tek mësimi i ditës së sotme, do t'ju rikujtoja se në mësimin e kaluar kemi zhvilluar pra bashkarisht mësimin me zanoren e zgjatëse. Ajo kthehej nga zanoria normale e, kthehej në a, duke e zgjatur në dy kohë. Më konkretisht, në mësimin e sotëm, ne do të zhvillojmë bashkarisht ushtrime, duke filluar nga shembulli i parë. Kema lexohet. Siç e shihni, këtu në fakt ne kemi 3 shkronja, kaf, mim dhe elif. Por e shikoni sipër që ka vetëm 2 fetha. Pra, janë 3 shkronja dhe 2 zanore, që nënkupton që njëra prej tyre dhe konkretisht elifi është në rolin e zgjatëses, sepse nuk ka asnjë zanore tjetër, pra nuk është e shënjuar. Do t'ju rikujtohet se mësimin e kaluar kemi thënë, elifi luan rolin zgjatëse të fethas, të cilën e kthen në a, duke zgjatur 2 kohë, nëse ajo vjen e pashënjuar dhe para saj ka zanoren fetha, pra zanoren e. Në rastin këtu kemi kema, ka ardhur elifi i pashënjuar dhe është në rolin e zgjatëses. Vazhdojmë me shembullin tjetër, jawabe. Siç e shihni edhe këtu, ka 4 shkronja, gjim, waw, elif dhe ba, dhe ka sipër vetëm 3 zanore. Do thotë që njëra prej tyre është në rolin zgjatëse dhe pikrisht është pra elifi i cili ka ardhur i pashënjuar në rolin e zgjatëses. Dhe lexojmë jawabe. Kalojmë tek shembulli tjetër. Balagha. Elifi ka ardhur në fund të fjalës e pashënjuar dhe luan rolin e zgjatëses. Dhe zgjasim 2 kohë. Balagha. Pra nuk e lexojmë balagha, po balagha. Vazhdojmë me shembujt e tjerë. Kemi kalame. Zgjatet sepse ka ardhur elifi, siç e shihni, e ngjitur me lamin dhe elifi ka ardhur e pa shënjuar. Pra në momentin kur ne shohim elifin të pa shënjuar, kuptojmë se duhet zgjatur fetha, e cila nga e kthehet pra në a. Kemi thënë kalame. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Lekane. Dhe këtu në këtë rast kemi elifin në mes të fjalës që ka ardhur e pashënjuar dhe luan rolin e zgjatëse të fethas, të cilën e kthen në a dhe zgjatet 2 kohë, kemi thënë. Ehata. Siç e shihni edhe nga mënyra se si unë e lexoj, zgjatet këtu, pra fetha e dytë, sepse ka ardhur direkt elifi i pashënuar në rolin e zgjatëse. Dhe lexojmë ehata. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Ekhana. Këtu kemi 2 elifa, siç e shihni, të 2 elifat kanë ardhur të pashënjuar, pra nuk kanë asnjë zanor dhe asgjë tjetër,
dhe kuptojmë qartë se të dy elifat janë në rolin zgjatuese dhe lexojmë e khana. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Wa athaba. Në fakt një prej fethave këtu duhet ishte tek elifi këtu dhe do lexoj wa athaba. Zgjatet vetëm ku është elifi I pa shënjuar, pra wa athaba. Për të kaluar tek shembulli tjetër, Ramadana. Siç e shihni edhe te kjo fjalë ka ardhur pra elifi në rolin e zgjatëses, sepse është I pashënjuar dhe para elifit kemi një shkronjë me zanoren fetha. Atëherë ne e zgjasim Ramadana. Vazhdojmë. Wa qatala. Elifi këtu është I pashënjuar. Po të shohim me kujdes, vërejmë se kemi një wavin, ka, 2, 3, elifi, taja, 4, dhe kemi këtu lamin të 5-ën, pra kemi 5 shkronja dhe kemi sipër vetëm 4 zanore, që do të thotë se njëra është pazanore, dhe pikrisht është elifi pazanore e pashënjuar, që do të thotë që luan rolin e zgjatëses. Dhe lexojmë wa qatala. Vazhdojmë. Fasahama. Pra thën dhe hën dhe mimin nuk e zgjasim, kurse sa zgjatet. Fasahama. Vazhdojmë. Fawajada. Siç e shihni, zgjaset vetëm elifi që është pra në fund të fjalës. Fawajada. Vazhdojmë. La fasadata. Shohim elifin që ka ardhur pra I pashënjuar dhe para saj kemi zanoren fetha, e cila kthehet normalisht në a dhe zgjatet pra 2 kohë. Si e lexojmë? La fasadata. Vazhdojmë. Ma kataba. Pra këtu kemi 2 fjalë, ma që vjen e zgjatur për shkak të elifit dhe kataba nuk zgjasim asnjë zanore prej këtyre shkronjave të kësaj fjale, kataba. Pra ma kataba. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Fala rafatha. Pra zgjatet vetëm zanoria e shkronjës së dytë të lamit, e cila ka ardhur me elifin në rolin pra e zgjatëses. Fala rafatha. Vazhdojmë. Fama ja'ala. Pra zgjatet vetëm këtu zanoria e dytë, pra e mimit konkretisht, dhe e lexojmë. Fama ja'ala. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Qala ma'adha. Siç e shihni, kemi 2 elifa që kanë ardhur të pashënjuar dhe normalisht kuptojmë këtu që janë në rolin e zgjatëses. Qala ma'adha. Vazhdojmë.
وما منعنا وما منعنا. Përsëri kemi këtu dy pra fjalë, wama dhe shohim që ka ardhur elifi i pashënjuar dhe fjala tjetër mena'ana, kemi elifin këtu në fund, të dy këto tregojnë se zgjatën pra. Wama mena'ana wama mena'ana. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Khafa adhabe khafa adhabe. Pra edhe këtu kemi dy fjalë khafa dhe zgjatet e para, adhabe zgjatet e dyta. Khafa adhabe khafa adhabe. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Wa daraba lana. Kini kujdes, do t'ju tërhiqja vëmendjen se shkronjat e trasha, edhe pse si për tyre kanë fethan, pra zanorin e, nuk lexohen me e, lexohen me a, por jo të zgjatur, sikur se bëjmë me elifin kur vjen i pashënjuar. Dhe kemi këtu në rastin konkret wa daraba lana, nuk lexova wa daraba, jo wa daraba. Pse? Sepse është një prej shkronjave të rënda, kemi thënë, apo të trasha. Pra kur shkronjat e rënda ose trasha vinin me zanorin fetha, ato lexoheshin me a. Në rastin konkret wa daraba lana. Kurse për sa i përket zgjatësit, kemi elifin këtu tek fjala e dytë, tek e para nuk ka zgjatëse. Tek e dyta kemi zgjatëse sepse shohim elifin, dhe elifi nga që ka ardhur i pashënjuar dhe ka para saj fetha, pra luan rolin e zgjatësit dhe lexohet lana. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Fama kana. Vazhdojmë. Ja'ala laka. Do me thënë këtu në fakt është i shamu që është vendosur si duket gabimisht, sepse nuk zgjatet as njëra prej tyre, sepse nuk kemi elif. Madje kanë bërë mirë që e kanë vendosur për të kuptuar në mes të gjithë fjalëve që kemi parë dhe që do të shohim më pas, të cilat kanë ardhur pra me elifin në rolin e zgjatësës së fethas, e cila kthehej në a, kurse aty kuptojmë qartë që nuk ka zgjatëse. Pse? Sepse nuk ka elif. Prandaj këtu e lexojmë pa zgjatur. Ja'ala laka. Në rregull? Për të vazhduar me shembullin tjetër. Jawaza qala. Këtu tani kemi 3 elifa dhe siç e shihni janë të pashënjuar, pra janë bosh, dhe para tyre kemi 3 fetha, kemi 3 zanore e, që do të thotë që zgjaten te 3. Jawaza qala. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Edhe këtu, pasi që ka 3 fjalë në fakt, qala, la takhafa. Madje kemi 4 zgjatëse këtu. Pra kemi elifin 1, kemi elifin 2 që zgjat, këtu kemi 3 dhe në fund 4. Dhe kemi 4 herë zgjatje. Pra si e lexojmë? Qala la takhafa. Qala la takhafa. Për të vazhduar tek një shembull tjetër që neve na duhet të ndalemi pak, të dashur ndjekës të kanalit ton, sepse siç e shihni, aty ka një shenjë e cila ngjason pak me presjen ton në gjuhën shqipe, por duhet kuptojmë që në momentin që ne e shohim atë shenjë që quhet viza tërheqëse nga sipër shkronjës, tregon se ajo zgjatet 2 kohë.
pra është e njëjtë me elifin kur vjen i pashënjuar dhe para elifit kemi zanoren fetha, që ne thame luan rolin e transformimit të es në a, por jo vetëm, por e zgjaste edhe dy ko. Të njëjtën rol luan dhe kjo shenjë që ju e shihni tek kjo fjalë, pra që ngjason me presje, dhe kemi gjithashtu edhe jën që e shoqëron, e cila është e pa shënjuar. Është e pa shënjuar. Pra në momentin kur të shohim një shkronjë konkretisht jën në fund të fjalës, mund të jetë edhe në mes të fjalës, dhe kemi shenjën sipër si presje shkronjës, tregon se është zgjatëse, pra e zgjat zanoren e fethan e kthen në a dhe e zgjat, pra luan rolin sikurse e luan edhe elifi kur ishte i pashënjuar. Pra gjithmonë mbani mend, nëse vijnë të pashënjuar, pra pa asnjë lloj zanore, elifi dhe jëja në këtë rast, dhe para tyre normalisht duhet jetë një shkronjë që vjen me këtë shenjën ose me fetha. Atëherë si e lexojmë? Ma sa'a, ma sa'a. Pra siç ju e dëgjoni nëpërmjet artikulimit tim të fjalës, kuptohet qartë që unë e zgjata pra në fund, sepse thame ka ardhur jeja e pashënjuar dhe viza tërheqëse sipër, sepse nëse ju e shikoni poshtë, atëherë ajo luan rolin e zgjatës sërish, por nuk lexohet a, lexohet i, dhe ne do ta marrim në mësimet e ardhshme inshallah. Atëherë si e lexojmë? Ma sa'a, ma sa'a. Zgjatën vetëm dy, nëpërmjet elifit edhe jës që kanë ardhur të dy të pashënjuar dhe me shenjën me vizën tërheqëse, si që përmendëm pak më parë. Për të vazhduar me shembullin tjetër, tashmë duhet jeni të kujdesshëm sepse ne do të shohim këtë shenjën dhe do të kuptojmë qartë që është në rolin e zgjatëses së fethes, duke e kthyer në a, por edhe duke e zgjatur atë në dy ko, kemi thënë, së bashku me jën, e cila ka ardhur këtu në këtë shembullin, në rastin konkret, ka ardhur jëja e pashënuar. Si e lexojmë? Wa ma banaha. Kujdes. Wa ma banaha. Pra nuk e lexova banaha, e zgjata. Banaha, banaha. Pse? Sepse ka ardhur jëja, pra direkt pas nunit, ka ardhur jëja dhe kemi vizën tërheqëse nga sipër dhe zgjatë dy ko. Banaha. Dhe këtu në fund zatën ne e zgjasim sepse kemi elifin që ka ardhur e pashënjuar. Vazhdojmë. Wa ma qala, wa ma qala. Pra përveç se këtu unë e zgjata, pra nuk e lexova me, po e lexova ma, të zgjatur, gjithashtu e lexova të njëjtë edhe lamin që ka ardhur me jën, shikoni, jëja ka ardhur dhe pastaj ka ardhur sipër edhe viza tërheqëse, se tregon se lexohet me a dhe zgjatet dy ko, kemi thënë. Wa ma qala, wa ma qala. Pra keni kujdes kur unë pra lexoj zgjatëset. Wa ma tahaha. Edhe këtu shikojmë që ka ardhur jëja, dhe jëja këtu është e pashënjuar, është bosh, dhe ka ardhur para jës, pra që është e pashënjuar, ka ardhur viza tërheqëse, shenja tërheqëse sipër. Keni kujdes, sipër jo poshtë, sepse do ta shikojmë në mësimet e ardhshme edhe në shembujt me vizën poshtë. Këtu është me vizën lart. Atëherë si e zgjasim? Wa ma tahaha, wa ma tahaha. Vazhdojmë me shembullin tjetër dhe siç e shihni, tashmë ne kemi
dy vizat tërheqëse, që do të thot kemi dy për të zgjatur. Yatawara. Pra, tek wawi nuk kemi jën për të zgjatur, por mjafton tjetë vetëm vizat të heshtë se sipër, mund të mos jetë edhe jëja në rastin konkret. Kurse në shembullin e dytë të raja, ka ardhë jeja dhe është e pashënjuar, është bosh, dhe para saj ka ardhë vizat tërheqëse. Atëherë, si e lexojmë? Yatawara. Zgjatën të dy të fundit. Yatawara. Zgjatën të dy të fundit. Njëra ka jën, tjetra nuk e ka, por rëndësi ka që të dy këto vizat, pra tërheqëse sipër, tregojnë se lexohen me a dhe zgjatën dy kohë. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Dhe këtu gjithashtu kanë ardhur pra dy vizat tërheqëse që tregojnë dy zgjatje. Mete, dhe normalisht zgjasim edhe këtë në fund, sepse shohim që ka ardhur elifi i pashënjuar dhe para saj ka ardhur fetha, e cila kthehej në a, por jo vetëm, por gjithashtu edhe zgjatej dy kohë. Mete, dhe vazhdojmë me një shembull tjetër, por duhet të ndalemi edhe këtu të dashur ndjekës, sepse edhe këtu futet një rregull jo i ri, por një metodë e re që përfshin pra zgjatëset. Dhe jemi akoma te zgjatësja a, te fetha që kthehej në a dhe zgjatej gjithashtu dy kohë. Pra thame që është elifi, që vjen i pashënjuar dhe para vjen zanoria e fetha, një shkronjë, pra me fetha, e dyta është jëja, e cila kishte raste që vinte dhe nuk vinte, pra nëse vinte e pashënjuar, pra nuk kishte zanore vet ajo, dhe para saj kishin vizën tërheqëse sipër. Mos harroni, mos ngatroni, jo poshtë shkronjës, po sipër shkronjës, dhe në rastin tjetër ne kemi wawin. Wawin që luan rolin ngjashëm me elifin edhe me jën. Nëse ne shohim një waw në mes të ndonjë fjale, do të shohim është e shënjuar apo jo. Pra ka diçka? Nëse është bosh fare, duhet ta kuptojmë se është zgjatëse, është në rolin e zgjatueses ngjashëm me elifin dhe jën. Atëherë kemi sërish edhe vizën tërheqëse. Pra vinte wawi me vizën tërheqëse sipër, jo poshtë, dhe si e lexojmë? Hayate. Pra jeja këtu nuk është në rolin e zgjatëses, sepse ka ardhur me zanore vet ajo. Nëse do ishte edhe ajo e pashënjuar, atëherë mund të mendonim se mund të ishte edhe zgjatëse, po jo. Këtu në rastin konkret, te kjo fjalë pra, ka ardhur me zanore dhe ajo nuk është pjesë e zgjatëses. Dhe kemi wawin këtu që ka ardhur e pashënjuar, pa zanore, para saj ka ardhur një shkronjë që është jëja me vizën tërheqëse, dhe këto dy tjerat, haja dhe çeja, marbuta quhet kjo, të rumbullak pra. Pra ne deri tani kemi parë tën e hapur, kemi thënë në mësimet e para që kemi marrë, pra formën e varkës me dy pika sipër, dhe ajo quhet e hapur, kurse kjo marbuta quhet të rumbullak me dy pika sipër. Dhe si e lexojmë? Hayate. Pra do vazhdojmë me shembujt e tjerë që janë të ngjashëm, që vjen vavi pa zanore, e pashënjuar, dhe para saj pra vjen viza tërheqëse, e cila e bën të që shkronja të lexohet me zanoren a, por jo vetëm, po e zgjas edhe dy kohë. Si e lexojmë shembullin konkret? Zekate. A mund ta lexojmë zekawate? Jo, nuk e lexojmë vavin, hiç fare. Pse? Nuk ka asnjë shenjë, është bosh.
duhet ta kuptojmë direkt që është gjatëse. Atëherë si lexojmë zekete, zekete. Vazhdojmë me shembullit e tjerë. Uemenate, uemenate. Kemi vetëm zgjatëse këtu pra tek nuni së bashku që ka me vavin të pa shënjuar. Uemenate, uemenate. Vazhdojmë me shembujt e tjerë. Tallahara, tallahara. Shihni me kujdes. Unë ju thash pak më parë, do t'ju kujtohet që jo vetëm kur vinte jeja e pashënjuar, qoftë në mes apo në fund fjalës, mund të konsiderohet domethënë si zgjatëse viza, pra tërheqëse nga sipër. Ajo mund vijë edhe e vetëm. Pikrisht, ja, në këtë shembull tregohet se nuk kemi je. Pra, nuk ka ardhur jeja si shkronjë zgjatëse, si shkronjë e medit pra. Por është vetëm viza tërheqëse dhe kjo është e mjaftueshme për të kuptuar që aty zgjatet dy kohë dhe lexohet me a. Në fakt edhe vetë shkronja lexohet me a dhe sikur të kishte feta sepse është një nga shkronjat e rënda. Si lexojmë? Tallahara, tallahara. Zgjatet edhe nëpërmjet elifit në fund që ka ardhur i pa shënjuar. Vazhdojmë. Ma'ahada, ma'ahada. Pra, shohim këtu që kemi elifin dhe tek fjala e dytë kemi pra shenjën tërheqëse dhe e zgjasim. Ma'ahada, ma'ahada. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Wahamana. Shikoni këtu kemi dy viza tërheqëse që tregojnë se janë të dy zgjatëse dhe zgjatën pra dy kohë. Wahamana, wahamana. Të dy këto viza tërheqëse kanë ardhur pa jën si mbështetëse pra. Vazhdojmë me shembullin tjetër. Jahadaka, jahadaka. Pra ka viza tërheqëse në fillim dhe këtu kemi elifin të pashënjuar dhe para ka ardhur fetha e cila kthehen në a dhe jo vetëm por zgjatet dy kohë dhe lexojmë jahadaka, jahadaka. Vazhdojmë me shembullin e parafundit, siç shihet. Tabaraka, tabaraka. Pra kemi vizën tërheqëse që e kuptojmë direkt që lexohet me a dhe zgjatet dy kohë. Tabaraka, tabaraka. Dhe shembulli i fundit është lana khatayana, lana khatayana. Okej, tek fjala e parë zgjatet vetëm fetha këtu, pra lana, lana. Kurse tek fjala e dytë, pra zgjatën të tretë të fundit, e dyta, e treta dhe e fundit. Kha nuk zgjatet, khatayana. Të tretë të fundit zgjatën. Pse? Sepse dy kanë pra shenjën tërheqëse, vizën tërheqëse sipër, që lexohet me a dhe jo vetëm, por zgjatet dy kohë, dhe në fund ka ardhur elifi si shkronjë e medit zgjatëse dhe zgjatet pra dy kohë dhe lexohet me a. Lana khatayana, lana khatayana. Këtu ishin të dashur ndjekës ushtrimet që ne kishim përzgjedh për këtë mësim të radhës, duke theksuar që është shumë e rëndësishme, por shumë që ju të mbani padyshim shënime, t'i shkruani në fletore, t'i lexoni vetë dhe t'i kontrolloni pra se si janë lexuar nga ana ime. Inshallah taala në mësimin e radhës do të vazhdojmë me një mësim pra të ri, deri atëherë
unë ju lë në amanetin e Zotit të Madhëruar, duke ju kujtuar që mos të harroni të bëni subscribe, të abonohuni në kanalin ton. Deri atëherë qëndroni në mëshirën e Zotit të Madhëruar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.